Për të gjithë ata që do të japin informacion për kultivuesit e kanabisit, policia e shtetit do të jap shpërblim prej 300.000 lekësh. Çdo e dhënë apo informacion do të vlerësohet duke ruajtur e garantuar anonimatin dhe për çdo shtetasi do të ofrojë informacion të vlefshëm është vënë në dispozicion një fond shpërblimi, i cili për nga rëndësia dhe vërtetësia e informacionit do të shkojë deri në 300.000 lekë, thuhet në njoftim. Shërbimi i kontrollit të brendshëm dhe ankesave pranë Ministrisë së Brendshme ka vendosur në dispozicion të publikut linjën e gjelbër 0800 90 90 për çdo informacion mbi rastet e implikimit apo favorizimit të kësaj veprimtarie të kundraligjshme nga punonjës policie dhe jo vetëm. Shërbimi ka ngritur një grup të posaçëm punën që do të trajtojë dhe shqyrtojë të gjitha të dhënat apo informacionet që shtetasi do të ofrojnë duke u nisur nga trafikimi i farës së kanabisit, grupet kriminale që merren me shpërndarjen e narkotikëve, informacion mbi persona që do të tentojnë kultivimin e bimës narkotike e tjerë, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së shtetit.